Albin Shqiptaria ja bën 8-2 edhe Edi Ramovicit që po na i shet toka tona atje në Vlorë. Atëherë ta ndëgjojmë që video pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Nuk kam guxim që t'jam tokë të Kosovës. Edhe mendoj që është shumë mirë që është kështu. Ka pasa solidarë shqiptar edhe në histori, edhe në aktualitet, ka edhe të gjallë, ka edhe të vdekur, që kanë qenë gatshëm t'japin tokë shqiptare. Unë natë guxim nuk e kam. Edhe jo vetëm që nuk e kam atë guzim, por nuk e kam asat imagjinat, se lere më dëshirës se kalkulim. Unë jam këtu që të mbroj, jo të humbas. Mund t'jap diçka timen personale, private nëse ke nevoj. Mirë po, diçka që i takon kombit, diçka që i takon shtetit, unë jap. Albin, pasha Allahun e madh. Mos dhe i kësha pat po njëherë kryeministër Shqiptarisë, se bëjt bëj që krejt pjesë që na i kanë morë këta okupatorët, si për shembull Serbia, tash Izraeli që po dëmën ai, si kur Gazës që shika i gjysa ato mundohet me morë në vitin 2023. Tash po vjen edhe në Shqipëri, po mundohet me bo këtë sen. E prandaj, njeri që duhet me udhëhec Shqiptarinë një vetëm ti, sepse vetëm ti e mbron Shqiptarinë. Cep më cep, prandaj amoni ju koft populli dashur, shohëm gjithë se cilin protestet, mundohem me bo Shqipni një e kryeministër Shqiptarisë të bojmë Albin Shqiptarinë.